Si po na vret sheqeri? E vërteta që duhet ta dim. Është i ëmbël. Po, është i shishëm. Patjetër. Por është dhe i rrezikshëm. Për fat të keq, po. Po flasim për sheqerin. Helmi i bardhë që konsumojmë çdo ditë, shpesh pa e ditur as vetë. Sheqeri nuk është vetëm në ëmbëlsirat që shohim në dyqan. Ai është edhe në bukë, në salcë, në kos, në djathë, madje edhe në ato ushqimet që nuk kanë shije të ëmbël. Çfarë do të thotë ta përdorësh sheqerin? Do të thotë të konsumosh produkte që përmbajnë sheqer të shtuar, dhe ky është fillimi i shumë problemeve. Sepse sheqeri nuk është më një kënaqësi e pafajshme. Ai lidhet me sëmundje të zemrës, diabet tipi 2, obezitet, dobësim të imunitetit, ankth dhe depresion, sëmundje të mëlçisë dhe plagje të parakoshme. Madje truri reagon ndaj sheqerit njësoj si ndaj drogës. Çliron dopamin, jep kënaqësi të çastit dhe pastaj kërkon më shumë. Një varësi që nuk e kuptojmë, por e jetojmë çdo ditë. E më e keqja është që ai është i fshehur. Në etiketa shkruhet glukozë, fruktozë, shurup misri, maltodekstrinë, por në thelbë janë të njëjta. Janë sheqer. A ka zgjidhje? Po. Lexoni etiketat, shmangni pijet e gazuara, zgjidhni ushqime natyrale, përdorni fruta, mjaltë apo stevia për ëmbëlsi. Bëjeni veten tuaj të vëdishëm. Sepse sheqeri nuk është armiku juaj për aq kohë sa nuk jeni sklavër të tij. Shëndeti është ëmbëlsia më e madhe e jetës. Zgjedhni ta shijoni jetën pa helm. Zgjedhni vetëdijen. Lexoj Hysni Valiu.